Ish-kryetarja e antikorrupsionit Biljana Ivanovska deklaroi se çdo pore në shoqërinë në Maqedoni është e mbuluar me korrupsion. Tek ne çdo pore është e mbuluar nga korrupsioni. Tani na ka shkuar në mendje se korrupsioni vret vërtet. Ndërgjegjësimi i zyrtarëve nuk ishte në nivele të larta dhe qytetarët ishin shumë tolerues. Ne po sillemi në vend. Ky është një dush i ftohtë për të gjithë dhe do t'i kthjelloj të gjithë ata dhe do t'jenë më të vetëdijshëm dhe do të nxjerrim një mësim nga e gjithë kjo. Situata është komplekse dhe pasojat me të cilat përballemi janë psikologjike. Psikologët kanë shumë punë për të bërë, para së gjithash për t'i rikthyer të gjithë në normalitet, veçanërisht ata që ishin të përfshirë drejt për drejt. Ne kemi nevojë për një ndërgjegjësim më të madh psikologjik. Njerëzit e pakënaqur kanë nevojë për korrupsion. A mund të jetojë një person në 10 apartamente dhe të drejtojë 10 makina? Jo, lakmia po na vret, tha Ivanovska. Ajo shpjegoi gjithashtu se ka nevojë për digitalizim të plotë në të gjitha proceset mes shtetit dhe sektorit privat. Kudo që prek shteti dhe sektori privat të digitalizohet dhe të njihet që të mos ketë ndërhyrje. Mendoj se tani kemi prekur fundin, por tani ndërgjegjësimi njerëzve është më i madh. Do të ngulmojnë, i dhemb, nuk i bën keq, po tashmë i skuq. Tashmë ka filluar të përhapet në të gjitha llojet, si një amvise që nuk e pastron shtëpinë dhe befas bën pastrim gjeneral. Kështu që ose do të punohet sistematikisht ose jo, të gjitha inspektimet duhet të bëjnë kontrole sistematike dhe të jashtëzakonshme, shtoi Ivanovska.